Më datë 12 tetor 2025 ka kallëzuar shtetësja DSH 60 vjeçe se i kanë vjedhur një shumë parash në banesën e saj në fshatin Golem, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Specialistët e sektorit të policisë rrugore referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin. DSH 56 vjeç, banues në fshatin Sheldi, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori për vlerësim pasi dje shtetësja LA, 86 vjeçe, është rrëzuar aksidentalisht në banesë dhe si pasojë është dëmtuar. Ajo po merr mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Fusharës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit HS 61 vjeç dhe GS 58 vjeç, të dy banues në Fusharës. Për veprën penale, pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit dhe veçgjyqësia, pasi shtetasi HS ka bllokuar me automjetin e tij rrugën përpara banesës së shtetasit GS, ndërsa ky i fundit ka bllokuar rrugën që të çon tek prona e shtetasit HS. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.